Pas dështimit të mbledhjes së kryesisë së Kuvendit, kryetaria Albolena Haxhiu ka folur në lidhje me pagat kalimtare të deputetëve të legjislaturës së fundit. Haxhiu ka thënë se sipas saj nuk është e drejtë që një deputet të mos e ushtrojë mandatin as 6 muaj e të përfitojë pagë kalimtare deri në 1 vit pas shpërndarjes së legjislaturës. Jam shumë e gatshme në të ardhmen që nëse ka iniciativa që dëshirojnë të ndryshojnë këto rregullime ligjore që ne i kemi gjetur prej kohësh shkutoj, jemi shumë të hapur të diskutojmë. Mund të marrim praktika të ligjeve tjera, ka theksuar Haxhiu. Partia Demokratike e Kosovës ka publikuar listën e saj për 110 kandidatëve për deputet. PDK u bë partia e fundit që publikon listën e kandidatëve. Kandidati për kryeministër nga PDK, Bedre Hamza, ka thënë se lista është e përbërë nga profesionistë të dëshmuar në punë, në angazhim publik dhe në shërbim të qytetarëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka anuluar të nderin për shtypjen e flet votimeve, broshurave të kandidatëve dhe listave të votuesve për zgjedhjet e 7 qershorit. Arsyeja e anulimit të tenderit, sipas njoftimit të publikuar në platformën e-prokurimi, është mospranimi i asnjë oferte. Vlera e parashikuar e kësaj kontrate ishte 284.506 euro dhe ishte planifikuar të jepet me procedurë të negocuar pa publikim të njoftimit të kontratës. Afati për dorëzim të ofertave ka qenë dje më 12 maj. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka njoftuar për ndalimin e një personi të dyshuar në kuadër të rastit Laboratori 25. Sipas njoftimit, S.D. është paraqitur sot vullnetarisht në policinë e Kosovës në Prishtinë lidhur me çështjen që po hetohet. Pas intervistimit dhe ndërmarrjes së veprimeve procedurale me akt vendim të prokurorit special, ndaj tij është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh për shkak të dyshimit për veprat penale, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar dhe falsifikimi i dokumentit. Hetimet për rastin Laboratori 25 janë në zhvillim dhe Prokuroria Speciale së bashku me Policinë e Kosovës do të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme sipas ligjit. Policia e Kosovës ka njoftuar për realizimin e aktiviteteve operative sipas planit Rodpol për muajin maj 2026 me fokus kontrollin e mjeteve të transportit të mallrave dhe udhëtarëve kamion dhe autobus. Në kuadër të javës së aktiviteteve të Rodpol 2026, rrjeti evropian i policive rrugore, e cila është realizuar nga data 4 deri 10 maj 2026. Policia ka bërë të ditur se ka shtuar prezencën dhe kontrollet në të gjitha rrugët e vendit me qëllim të rritjes së sigurisë në trafikun rrugor dhe parandalimit të aksidenteve. Në këtë aksion, sipas policisë, njësitë e trafikut kanë realizuar 834 pika kontrollit të mjeteve, ku janë kontrolluar gjithsej 5344 mjetet të transportit të mallrave dhe udhëtarëve. Sipas policisë së Kosovës, për parregullsitë e identifikuara janë shqiptuar gjithsej 416 gjoba për kundërvajtje të ndryshme. Të paktën 8 persona janë vrarë, përfshirë 2 fëmijë në një seri sulmesh ajrore izraelite në një autostradë bregdetare në Libanin Jugor, ndërsa sulmet e pandërprera vazhdojnë. Sulmet ndodhen në Bajra, Gjije dhe Sadiat në autostradën Sidon Jug, tha Ministria e Shëndetësisë, citon Al Jazeera. Izraeli ka kryer një ofenziv të gjerë në Liban që nga 2 marsi, duke vrarë dhe plagosur mijëra njerëz dhe duke zhvendosur më shumë se 1.6 milion njerëz, sipas autoriteteve libaneze. Edhe pse një armpushim ka qenë në fuqi që nga 17 prilli, forcat izraelite kanë vazhduar operacionet në Libanin Jugor, duke përfshirë prishjen e shtëpive dhe zhvendosjen me forcë nga 10 fshatra, duke përmendur atë që ata e përshkruajnë si infrastrukturë ushtarake të Hezbollahut.